Ky është Ardit Ferizi, studenti kosovar i arrestuar në Malajzi në ndyshimin se ka bashkëpunuar me Shtetin Islamik. Autoritetet malajziane e prangosën të riun rreth të 20-ve në Kuala Lumpur, pas hyrjes në mënyrë të paligjshme në disa servera, ku ka siguruar një bazë të dhënash kompjuterike dhe informacione personale mbi zyrtarët e sigurisë amerikane, të cilat u përcjellën më pas pjesëtarëve të ISIS. Studenti i shkencave kompjuterike të një universiteti privat në kryeqytetin malajzian ishte ndaluar në 15 shtator, por lajmi nuk u bë publik më parë. Ferizi ka hyrë në sistemin e një kompanie amerikane duke siguruar të dhënat personale të 1351 ushtarëve amerikanë dhe të stafit të qeverisë. Ai do të akuzohet për hakerim të kompjuterave dhe vjedhje të identitetit dhe rrezikon deri në 35 vite burg. Që prej gushtit kaluar, kosovari ndodhej në Kuala Lumpur dhe përgjatë muajve qershor-gusht të këtij viti, ai ka kaluar të dhëna pjesëtarit të ISIS, Junaid Hussein, të njohur ndryshe si Abu Hussein al-Britani. Ky i fundit më pas i postoi detajet në internet, shoqëruar me një kërcënim për zyrtarët amerikanë. Përmes një deklarate, edhe Departamenti Amerikan i Shtetit e ka identifikuar të dyshuarin si Ardit Ferizi, i cili do të ekstradohet në Amerikë. Ai besohet të jetë kreu i një grupi hakerash kosovar me emrin Kosova Hackers Security. Ndihmës prokurori i përgjithshëm amerikan John Carlin tha se çështja Ferizi, ku bashkohet krimi kibernetik dhe akuzat për terrorizëm, është e para e këtij lloji, por arrestimi tregon rritjen e përpjekjeve për të luftuar Shtetin Islamik.